Rikthehemi në studio me një super qift vajzash polake dhe djali nga Vlora. Me djalin e tyre të vogël, Leon, mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe djalin Rapa. Ne kemi zbukuruar studio sot, po bukuroshi Leo është kryesori po, këtu, prezent. Mirëmëngjes Leo, morning. Good morning. Grup papa. Nuk do sot e kanë ndarë medje. Jeni shumë simpatik dhe faleminderit shumë që keni ardhur për treguar historinë tuaj të dashurisë, edhe në pamje të parë kur sheh Ivonën thua po duket e huaj, por kur e dëgjon të flasë thua jo, se shqiptare është, e kam mësuar aq shumë gjuhën shqipe, edhe pse është me origjinë polake, pra është rritur atje, por e ka sjell dashuria në Shqipëri dhe bravo të qof Vjalti që ka arritur të marrësh një goc kaq të bukur dhe që ke bërë mbi të gjitha të lërat dhe unës taj dhe të shpërngullet në Shqipëri. Jemi gjithsu e vesh për të dëgjuar historinë tuaj. Ivona, të më trego pak fillimisht çfarë të bëri ty të vish në Shqipëri? Njohja si ka qenë të bëri Vjalti apo thjesht erdhe për turizëm, nuk e di. Po, kur jam studime në Polonia, unë do vi këtu për punë, për pushim. Edhe unë punoj më këtu si animator në hoteli, në Vlorë. Edhe unë njohu Vjaltin në hotel. Edhe kemi si i pari dashuri. Dashuri me shikim të parë. Po, kur shikon për Vjalti, unë e di si, sa mirë djali, ku është këto... Fillove ti me pyetje djali kujt është ky? Punoje në hotel, apo ishe rastësi? Punoja, aty ishte punoja. Po, edhe... Unë nuk e di... Te hotel flasë, apo si është rastisët? Jo, punojnë në të njëjtën hotel. Me që pas ke qenë menaxher, kanë përshtypjen e ke rekrutuar vetë në momentin që ka ardhur për punë? Jo, kompanit i sjellin. Po, kompaninë nga Polonia. Punojme për polaket në hoteli, me turistat. Edhe unë nuk e di shqip, edhe kemi një problem, sepse Vjalti nuk e di anglisht. Edhe... Pra kishe problem për të komunikuar në fillim? Kemi shumë problem, kemi vetëm pak... Si jeni marrëvesh? Nuk e di, po flasim si okej, go, eat, plazhi, edhe në Poloni është plazha, edhe ikim për plazhi, ikim për haj. Ja, sa tonë edhe i vëmendjen e vet sigurisht. Po, patjetër, do lundrat e vet. Çfarë të duash tu? Lepurushi. Do shta dua lepurushi. Lepurushi. Vjalti ndërkohë je studiu i lirë edhe për të lëvizur, edhe ktheu prapë sa herë të duash, mjafton që të çuni tjetër i shef. Është vogël. Kaq mirë sa e di shqipen, Ivona, jemi rehat. Po edhe ikim bashkë nga hoteli, për dreket, vizitojmë Shqiperia, edhe unë shumë pëlqen Shqiperia, kur unë shikon për deti, për Sazani, për Karaburumi, unë fillon si, ndoshta kjo është... Vendi që duhet të rish, Po, këtu si vendi im, si vendi Vjalti më trego im, pak nga ana jote në fillim, kur erdhi Ivona në hotel, kjo goca bukuroshe, huaj, ti s'dje gjuhën si e bëre për vete. Në fillim ishte pak e vështirë, sepse unë isha dhe anglishten isha pak dobët edhe... S'ka pas as ChatGPT me Po, por jo, më pas kalonim këndshëm. Filluam lëviznin në për Shqipëri Si bashkë. është po e ndjenja, duke mos ditur gjuhën, si a theshë tjetër Në atë moment kisha mësuar, fillova po si anglisht isha dhe në kurse. Në fillim... Pra, hyre në kurse, si të mësoj edhe më shumë që anglisht? u njohëm kishte humbur Chelsea në valixhes dhe nuk duhet i hapja valixhen në fillim. Që ka qënë ke rast ideal? Po, unë ardhur në Shqipëria shumë vonë nga avioni, unë jam shumë u lodhe, unë do vinë nga Varshava tek Katowica, nga Katowica tek Tirana, nga Tirana tek Vlora. Jam shumë u lodhe edhe unë di një moment kur jemi në makina edhe është mëngjes, edhe Vjalti është u lodhe, sepse do vi për mua në hoteli tjetër, edhe jam si me shumë energji, jam si kërcej në makina, këndoj një makina. Kisha unë për vërtet Chelsea, apo ti zgjete një... Po vërtet. Vjallë, që rëndove kur e pe Ivonën për të parë?
Pra, pëlqeu direkt. Po, më pëlqeu që në fillim. E kishe menduar më përpara për shembull që mund një edhe një partner të huaj? Jo. Jo. Dashurinë shikën ku asket që i bën asaj. Sa kohë zjati kjo, le të themi, marrëdhënia me këto diskutimet, me dalurat për kafe, për dreka bashk? Sa kohë ju desh? Go. No, në fillim Një marrë vesh me një shenjë në bazë fillimisht. Me foto, ushimin. Po, me Google Translator nuk kemi chat GPT. Kërja gjenë gjithmonë gjuhën, kjo është e sigurt. Po. Dhe kur erdhi, më pas si vazhdoi? Pra, çfarë ndodhi me ju me punët? Mund të lëvizësh dhe ktheu kur të duash. Hajde ti kemi. Edhe nuk do t'ikje dhe do t'ri. E kemi zgjuar herët djale. Ashtu. Të njohi pak studion. Po, ta bëj një gjë. Dhe më pas, Ivona ti çfarë bëre? Pra kishe ndërmend të rrije në Shqipëri apo do rrije 1 muaj, 2 muaj do ikje? Unë rriesh në 3 muaj, 3 muaj në Shqipëri dhe fillon punë, ik tek Polonia. Duhet i kem Poloni, sepse ti je gazetare me sa na the në Poloni. Kemi kolege. Po, e kolege. Si kolege, po, jam gazetare, kur jam në Polonia do të bëj intervista, por tani unë punon dhe online këtu si social media manageri per kompania të me dane nga informacioni për Polonia, por këtu tani jam dhe guid komptare dhe kemi me buri një kompania, jemi organizator dhe agjensi turistike edhe do të bëjmë udhëtime për polakët. Po, sepse jam nga Polonia, për mua është më mirë se kur flas polonisht, nuk kam problem, Shqip është shumë vështirë. Ivona, si u dashurove kaq shumë në Shqipëri? Përveç se gjete dhe dashurinë e jetës, çfarë të bëri që në fillim që të pëlqente të Shqipëria? Çfarë? Ndoshta buri, po tjetër... E kishe parë më përpara se të vjen në Shqipëri? Kishe parë në rrjetet sociale? Jo, unë nuk e di kur është Shqipëria, për zotin, unë nuk e di asgjë për Shqipëria, unë kam shumë frikë kur njerëzit flet për mua, ti do vi për Shqipëria për punë, por kur është, qa është këtu, edhe në Poloni, në 2019 vit, njerëzit flatë si nuk është mirë vend. Është me mafja, me kjo. Edhe njerëzit fletë dhe këtu është vete muzulmanet. Edhe ti je blonde kur ti do vi. Edhe unë kam pak frikë, por kur unë do vi këtu tek Shqipëria, unë shikon për njerëzit, po është një vend shumë normale. Shumë historik. Po, pse flet për Shqipëria si kjo njerëzit? Unë nuk e di pse edhe... Pa delen aty. Po shikon vetën. Po, edhe jemi si... Jam me dashur në Shqipëria, kam zemra këtu, me natur, me të gjitha, edhe kur fillon punë këtu për turistat, edhe jam si punon në... Ivona, ti ke ardhur me vizës pune në Shqipëri? Jo, Europianet, nga Europianet nuk duhet viza për punet, sepse jemi për kompania nga Polonia, edhe kompania nga Polonia jemi këtu. Edhe këtu kemi 3 muaj pa dokumentat, pa viza. E kam fjallën çfarë ndodhi pas 3 muajsh pastaj. Pas 3 muaj pafshim për Poloni. Miru, pafshim për Poloni. A stolli kjo vështirësi në marrëdhënien tuaj? Distanca, sa zgjati? Distanca, po kemi shumë problem me dokument, sepse në 4 vjetë ne jemi në Polonia. Edhe unë nuk kam shumë problem të stay here, por buri ka në Polonia. Ti si ja bëre Vjaldin? Në momentin që unë mbush 3 mujori, mori valixhet Ivona dhe iku? Bas rreth një muaj kam shkova unë në Poloni. Më pas erdi Ivona prap, pas një muaj në dhjetor erdi këtu për vitin e ri, edhe në verë pasaj po. Më pas Ivona erdi qëndroj këtu edhe nëzorëm lene qëndrimit që të qëndronte. Tani na tregoni pak edhe me familje tuaja.
Ivona për familjen tënde dhe Vjaldi. Tani, Vjaldi si djalë shqiptar, sigurisht nuk e di çfarë i ka thënë mami dhe prindrit kur i ka thënë që kam gjetur nusën polake. Ishte momenti i parë. Në fillim dhe ata nuk e kishin menduar, por... Ta e ka një që këtë, pësë të flasën me nusën. Babi e kish pak më të vështirë, thoshte gjithmonë, Dojnë shumë se vuaj, dhe nuk kuptoheshin në fillim edhe ishte me vështirë. Jo, tani që Ivona flet edhe shqip, janë shumë mirë, janë të lukë. Po jam njësoj si mami Vjaldi, edhe Vjaldi ka dashur mua, Vjaldi mami ka dashur me mua. Po familja jo dhe Ivona se ti the që nami për Shqipërinë ishte i keq. Tanë ka gjetur ndonjë mafia, në djalë të mafias. E di, por unë kam mamin nga Ukrajina edhe babi im është polak. Edhe kemi njësoj situata në familja ime, edhe mami flet për mua, ti ke vështirë andej, por Vjaldi ke vështirë këtu në Polonia. Ke ti problem në Shqipëri, kur ti isha të Shqipëria, edhe kur do vime të Polonia, ke problemi këtu. Edhe mami ke pak frikë për kjo, për jeton, andej, edhe ose këtu. Por mami shumë pëlqen Vjaldi, dhe babi shumë pëlqen Vjaldi, nuk kemi problem vetëm me bisedat. Për para se ta njihnin, them. Po, the që kam dëshiruar një djalë shqiptar. Before... Po tha, e tha, jo, dhe më thënë prindit e kam pas paka mami shumë të nuk e njëjtë. di. Jo, e tha për pjesën e letrave, por? Por nuk e di. Mami nuk e di se kam djalë nga Shqipëria. Nuk e dinte në atë kohë. Po, kur unë kthehem nga Vlorë, nga Shqipëria, do të bëjde tatuazhi edhe unë flet për mami. Kam dy. Kur i para ti dua hirë. Ka bërë tatuazh për ty, po thotë? Po jo, për vetëm, këtu në Shqipëri. Edhe mami nuk pëlqen tatuazhi fare. Edhe unë flet si kjo. Mami, shiko, kam ka tatuazhi këtu, edhe kam djalin nga Shqipëria. Edhe mami shikon si kjo. Ja, dhe kështu të të gjitha. Qa po bën? Do ta ime është kjo? I harro tatuazhi, mami. Haro tatuazhi, haro djali, do vemi tek shtëpia mami uru si kjo edhe, o zot, o goca ime. Po mirë, shiko, mami deri diku kam përshtypjen të ka kuptuar se ti the është nga Ukraina dhe është dëshiruar Po mirë, ka qenë në momentin se ti dhe dy lajme mami kupton, po mami dua unë afer. Do që t'jesh Afer. Jam shumë me konektim me mami. Jam me mami. Do na tregoni pak se si ju jeni martuar fshehurazi për nuk e ka ditur njëri? Çfarë ishte kjo që ne dëgjuam? Çfarë keni bërë domethënë? No, mbas i propozova Ivonës për edhe u fejuam, vajtëm bëm dokumentat, sepse ishte problemi që duhet të shkonim në Poloni, por nuk donim që të bënim vajtje ardhje edhe kishim më kollaj edhe për të qëndruar atje. Pastaj. Kështu që u bën dokument. E bët për punë letrash. E bën për punë letrash. Si fillim, po zënim atje u kthyer në Shqipëri pastaj. Pse fshehurazi? Pse ja thatë shumë më vonë prindërve për celebrimin? Jo, familjet e prindrit e dinin. Vetëm prindrit e dini. Familja ime nuk e di që ne jemi martuar një vit. Okej. Nuk e dinin familja jote. Jo, familja ime nuk e di. Vjaldi e di. Po, por mua jo, edhe kemi martesa në Kisha, në Poloni, edhe kemi dhe celebrim dasma në Polonia. Ne na mbeti që këshefi, Ivona, me thënë drejtën, pëse nuk e bët dasmë në Vlorë, po e bët në Poloni. Buri nuk dua. Si ishte vendimi për da bërë dasmë në Poloni? Po buri nuk dua, ose bashkë nuk duajme dasma shumë e madhe, si këtu, në 200 ose 400 veta, si në Shqipëria, po nuk kemi edhe vogël dasma në Polonia, kemi 100 veta, kemi një... Oh, I forgot. Per sing. Të këndosh? Këngtare? Po, këngtare tradicionale polake, kemi tradicionale kërcen. Nuk veshën do një veshje popullore shqiptare? Veshje popullore polake. Po shqiptare, nuk e veshje shqiptare nuk kemi. Po mi një dasëm Shqipëri do na e bëni? Po kemi valle. Kemi valle. Shiko, në Shqipëri bën dasmet vogla, jo se bën detyrimisht të mëdha. Varet si e sjetë. Ke fisë të madhë. Varet nga
Sa fiska? Unë se kam shumë problem, unë në fakt nuk donim në fillim, por prindrit e Ivonës filluan që duam dasëm nana. Këna ishte në prindër. Kemi përshu. Okej, nuk është se Ishim atje, i rezervuam gjërat i bëm gati edhe. nuk duan vetë, domethënë. Më pas deri në jetë Leo? Leo. Leo ishte Nuk me erdhi fare plan, mirë. ishte dëshire juaja, apo erdhi kështu papritur? Se kishin darë ende për të bërë një fëmijë. Të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë, tani të gjitha. Tani jemi këtu në Shqiperia, unë flas polonisht për Leo, njerëzit këtu flet shqip, ne flasim anglisht, kur do vemi tek Polonia, kam edhe motra nga Ukraina në shtëpi tani, sepse ande është lufta edhe motra jeton në Poloni, por motra flet ukrainisht, edhe nuk dini çapati me kjo koka vogël nga Leo. Ka mësuar shumë. Ka mësuar shumë Dhe gjuhë. gjuhë, Leo. 3-4 fare. Ju të kupton në të treja gjuhët, por përgjigjet vetëm në Shqip. Ashtu djali babës. Ka gjak shqiptarja. Të duam të gjënë, Kur Leo flet tani, unë shikon për Leo edhe qa dua ti, unë nuk kupton edhe Leo flet si hape, edhe unë nuk e di sepse unë flas vetëm polonisht edhe Vjaldi flet për mua. Open door. Okej, hape door. Edhe tani flet vetëm si ja. Sa i mirë, o dritë. Kujt i kanë gjerë më shumë deri tani? Të dyve. Në mënyrën se si sillet, karakter, pra. Po, nga faqja është njësoj si unë, si polak, po... Na me nasë edhe... Unë me ndoje... Me falë, Vjaldi, me falë. Por... Karakteri... Ka si baba i vetë. Po është njësoj si baba i Vjaldi. Po karakteri ke si shqiptar, po për zoti, si shqiptar. Nuk e di, po Vjaldi paske pasur genin e fort. Vjaldi 100% shqiptar. Vjaldi, si ishte dasma polake, krahasuar me traditat tona? Unë ndjeve pak çuditshëm? Jo, paka shumë kanë të njëjtat tradita. Dje kisha minë beqare në një gjë kështu? Po, në një traditë që të bëri përshtypje? Jo. Kishin shtonin vetëm disa lojra që kishin më tepër se dasma tona dhe asgjë më shumë. Okej, ishte... Të shto mame? Nuk do. Që nga çuni babit. Sot tani është çuni babit. O Mojzita, ti Mojzita. Ja, bëjmë gjë. Shikon. Që Mojzita ti Leo? Ditim bashkë. Bëj që të duash, luaj me makinën. Ivona, ti theshe erdhe në Shqipëri dhe për shkak të lehtësisë të dokumentave, po të lësh vendin tënd, vendin ku je rritur, dhe të ndërtosh një jetë re nga e para në një vend tjetër, nuk është vendim shumë i lehtë, apo jo? Sa do që dashuria ishte thelbi për historinë gjithçes. Tu desh kota merri vendimin? Po, You need time to decide. To live here? Po, ndoshta po, sepse jemi këtu 4 vit si 3 muaj këtu ikim tek Polonia. 3 muaj këtu ikim tek Polonia. Por kemi një moment në Poloni, kur fillon lufta në Ukraina, jemi shumë afer në kjo vend. Edhe... A ty more vendimin? Po, edhe kam edhe familja andej, edhe kemi në kjo moment pak frik, qa pati tjetër, ndoshta Rusia do vide për Polonia, edhe kemi frik, edhe ne punojme me turizmi. Kjo 3 muaj ku jemi në sezoni, në Shqiperia, edhe unë flet për buri, ndoshta kjo është kjo moment. Kjo është kjo moment për ik për Shqiperia, për reviz, po. Unë shikon për Shqiperia si është një vend me shumë nature, po rritet shumë shpejt. Po, po shkillohet. Shumë shpejt, kemi rruga re, kemi tunelet, kemi avioni me shumë, edhe kemi shumë kompania nga Polonia me polaket, edhe unë flet për buri tani është moment për fillon pun
me turizm në Shqipëria. Menduar dhe si biznesmene në rast. Marrëdhënia me Vjaldin, marrë këtu parasysh karakteristikat e çunave shqiptar dhe djemve polak në të rast. Ku ndryshojnë? Pra, çfarë kemi të veçantë ne shqiptarët e çunat në karakter? Se ti krahasim do e bësh me Vjaldin patjetër, po. Po, ndoshta ke njësoj, por unë nuk e di, unë pëlqen shumë kjo si në Shqipëria është si shumë familjare. Okej. Shumë familjare edhe unë tradicionale. Unë shumë pëlqen kjo tradicionalet në Shqipëria. Në Polonia nuk kemi kjo. Nuk jemi shumë tradicionale. Këtu të gjitha e di qëfar është valle. Kur të gjitha e di qa është këndoj polifonike. Këtu... Pra jemi shumë tradicionale, shumë familjarë. Po, shumë familjarë. Edhe kur unë shikon për Vjaldi, si Vjaldi flet me mami, me babi, me motra, unë pëlqen kjo. Në Polonia nuk jemi shumë afer me familja. Është diçka që diferencojnë të gjithë të huajt. Po diçka që s'të pëlqen të Vjaldi. Një gjë që ka karakteristikë shqiptare që thua bok të huqin ky, se hoqi. Po është si... me falë si gomar. Po edhe unë jam si këto. Pse qa bën? Po... Shpjego pak të lutën. Po jemi si, unë jam, unë flas do bëj me kjo. Vjaldi flet, jo, si kjo. Aha, kokëfor do më thënë, këto kokëforuati. Shqiptari jemi këta kemi gjithë. Dhe Lota një është si kjo. Vjaldi justifikohet se nuk e kupton termin sa. Po Vjaldi e di... Pra jemi kokëfor, të cili ka atë mendimin e vetë tu aty, nuk gjonë. Po është, po në një moment është me mirë. Po kur kemi bisedat e bashk, jemi si, po Vjaldi të lutem, edhe Vjaldi, jo. Po Vjaldi, jo. I vendosur. Po, i vendosur, po... Kokëfort i themi. Si është si baba? Jo. How is like father? Baba im? Vjaldi, how is he like a father? O, shumë mirë. As a father. Po për Zotin është shumë mirë. I kujdesshëm. është shumë kujdesme. Është do që... Emocionohet po, sepse unë kam lindur në Polonia edhe jemi bashkë në spitali. Unë kam lindur me operacioni edhe nuk jam mirë. Po Vjaldi do bëj të gjitha me Leo. Të gjitha. Pra të kanë ndihmuar shumë edhe gjatë zgjidhjes. Edhe tani është me Leo. Kur shikojme për bashk për shokët Vjaldi këtu, kur bebe Qan është si, Qan, grua, mere. Unë s'dua. Kur fëmija është mirë, jam mirë babi, jam për foto, jam këtu. Por kur ke fëmija problem, babi lere fëmija për mami. Vjaldi nuk është. Vjaldi jo. Është momenti të thuash fjalët më të mira për Ivonën, se do ta mbyllim tani. Po, është shumë kujdesshëm. Çfarë gjëja më e mirë që pëlqen tek ajo? Është shumë strikte për çdo gjë. Dhe gjithçka duhet të shkojë sipas planit, duhet të jetë gjithçka që tek orari i gjumit të Leos. Sikur një ditë të vonohemi për 5 minuta, djali humb kohën për të fjetur. Është rëndësishme rutina. Të pëlqen kjo rutina, domethënë. Po, është një gjë që neve nuk e kemi. Kjo është shumë tradicionale, pra... Gjëja më e fortë që të ka bërë të dashurohesh me të dhe fundit dhe mbyllëm ti edhe çuni i lirë. Është gjithmonë e lumtur edhe një pozitivitet. Shumë të mirë. Të jetin pozitivitet na përcollet edhe neve që të dy. Jeni shumë të mirë dhe keni familje shumë të bukur bashkë me Leon. Mendoj që ka ardhur momenti që të vi dhe goca, të bashkohet e familja juaj. Janë doni familje të mëdha? Ne duajme maksimumi 2 fëmije, po unë kam në Drestas, kam një djalë edhe një vajzë, edhe unë shumë dua, por flasim i parë se dua një fëmije edhe një fëmije tjetër shumë shpejt. Po kur lindur Leo... Ndryshova mendim. Po, si duajme dhe pak... Kanë kohën e tyre.
pak kohë për Leo. Leo dua atencion shumë tani. Sa të rritet dhe pak edhe ju e mendoni ndërkohë. Po, ndoshta. Faleminderit shumë që erdhët, jeni shumë mirë dhe shojmë sa më Faleminderit, sukses dhe dashuri. Mos harroni duam dhe i dasëm shqiptare se na ke prishë. Kur kemi 10 vit për martese, do bëjmë këtu. Ikim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vim pas pak me pjesën e fundit.